Atentat mafios pranë aeroportit të Rinasit, një tjetër shuplak për qeverinë dhe Ministrinë e Rendit. Një tjetër atentat mafios, një tjetër ekzekutim në mes të ditës, një tjetër shfaqje e plotfuqishme e krimit të organizuar në Shqipëri. Kësaj here viktim është Gilmando Dani, 47 vjeç, krahu i djathti Emiliano Shullazit, i cili u vra me breshëri plumbash vetëm pak minuta pasi kishte dalë nga aeroporti i Rinasit. Në makinë ndodhej edhe Muçi Shaljani, alias Sheqeri, 40 vjeç, i plagosur rënë në kokë dhe që prej 3 muajsh shërbente si agent i AMP-s. Të dy sapo kishin mbërritur nga Barcelona, morën automjetin e parkuar dhe u nisën drejt rrugës së aeroportit. Vetëm 25 minuta më pas, në një nga zonat me më shumë lëvizje, makinë luksoze që ata drejtonin u qellua me breshëri plumbash. Autore profesionist, planifikim i pastër kriminal, ekzekutim në mes të trafikut. Makina e autorëve, një Toyota me targa greke, u gjetë e djegur në Halil, vetëm 14 km larg vendit të ngjarjes. Lëvizje e shpejt, rrugë arratisje e planifikuar, 0 ndërhyrje, 0 parandalim. Krimi vret në mes të ditës. Shteti? Hesht. Ky atentat nuk është thjesht një vrasje mafioze. Është provë e degradimit total të rendit publik. Dështim i qeverisë për kontroll të territorit. Turp për Ministrinë e Brendshme. Sfidë e hapur e grupeve kriminale ndaj shtetit. Kur makina bëhet shosh nga plumbat pranë aeroportit kryesor të një vendi, kjo nuk është ngjarje e rëndomë. Kjo është këmban alarmi. Kjo është poshtërim për shtetin, një mesazh i qartë, krimi në Shqipëri lëviz lirshëm, qetë dhe pa frikë. Në Shqipëri prej vitesh. Atentate në mes të ditës. Makina të djegura pas vrasjes. Kriminal që hyjnë e dalin nga kufit të paprekur. Policia zbarkon vetëm për të mbledhur gëzhojat pas krimit. Kjo është siguria që qeveria premton. Qeveria dhe Ministria e Rendit të rrahur nga krimi çdo ditë. Sa atentate duhet të ndodhin që dikush të mbajë përgjegjësi? Sa trupa duhet të rrëzohen në mes të rrugës që shteti të zgjidhet nga gjumi? Çdo javë kemi vrasje, zhdukje personazh, rrëmbime, bomba, ekzekutime profesionale. Ndërsa krimi rritet, qeveria bën propagandë. Ministria e Rendit merret me konferenca shtypi, jo me sigurinë e qytetarëve. Ky atentat është shuplaka e radhës, por fatkeqësisht. Shuplakat nuk i ndjejnë ata që janë mësuar të rinë ulur në koltuk, të paguar nga taksat e një populli që po qeveriset nga frika.